Asamblea Përgjithshme e Shoqatës Rajonale të Futbollit në Lezhë ka propozuar unanimisht Armando Dukën si kandidat për president të Federatës Shqiptare të Futbollit. Në mbledhjen e zakonshme ku ishin të pranishëm të gjithë anëtarët, kandidatura e Dukës u miratua me 20 vota pro dhe asnjë kundër. Po ashtu Asamblea propozoi gazetarin e njohur Blendi Fevziu si kandidat për anëtar të Komitetit Ekzekutiv të FSHF-s. Vendimet u bën të ditura pas përfundimit të mbledhjes nga kryetari i Shoqatës Rajonale të Futbollit Lezhë, Kristian Gjidoda. Përshëndetje, sapo mbaroi Asambleja Përgjithshme e Zakonshme e Shoqatës Rajonale të Futbollit Lezhë, miratuam buxhetin e vitit 2026. Gjithashtu propozuam si kandidat për president të Federatës Shqiptare të Futbollit zotin Armando Duka dhe gjithashtu me motivacionin si një promovues i nivelit kombëtar të ndërkombëtar të sportit e tjera, propozuam për anëtarët të Komitetit Ekzekutiv gazetarin e njohur zotin Blendi Fevziu. Gjatë Asamblesë së Përgjithshme u miratua gjithashtu buxheti për vitin 2026 edhe u prezantua një rezume e punës realizuar gjatë vitit 2025, ku Shoqata Rajonale e Futbollit në Lezhë ka organizuar kampionatin amator me pjesëmarrjen e 1500 fëmijëve, kampionatin e shkollave dhe projektin Playmaker, ndërsa në kuadër të përzgjedhjes së përfaqësuesve rajonal janë seleksionuar 100 fëmijë më të mirët, nga të cilët janë formuar skuadra me 22 lojtarë për grupmoshat U12 dhe U13. Bashkëpunimi me Kolegjin e Arbitrave ka sjellë rezultate pozitive, ku aktualisht rajoni numëron 25 arbitra, mes tyre 3 me stem FIFA, 6 të superiores dhe 6 femra. Gjithashtu përmes projektit Uniforma ime dhe Topi im janë shpërndar rreth 10.000 produkte veshmbathje sportive dhe 1.500 topa futbolli, nga një për çdo fëmijë pjesëmarrës. Në vijim, Shoqata Rajonale e Futbollit në Lezhë do të zhvillojë edhe kurse për licencat UEFA C dhe UEFA B.